Në arenën e Ferma VIP janë përforcuar tensionet dhe faktorët mbizotërues të garës. Mbrëmja nisi me energji pozitive, ashtu siç u ka hije artistëve të vërtet që gjatë këtyre ditëve kanë dhuruar gjithçka nga vetja e tyre. Albi. Sipas rezultatit të televotimit që u mbyll gjatë spektaklit të SHN-s, poeti Albi Lushi ndërpreu rrugëtimin e tij. Mes 8 nominuarve, Albi ishte më pak i votuari, duke u larguar automatikisht nga gara në një përballje finale me Danelën. Megjithatë, për ish fermerin, kjo do të mbetet eksperienca e tij më e veçantë. Edhe patjetër që e shijova nga dita e parë deri tani që jemi bashkë. Sa kaq në krye të punëve deri të premten, i eliminuari i mbrëmjes emëroi për herë të dytë Frederik Ndocin, këngëtari i cili përmbylli me sukses misionin e Agait për të zbuluar sekretet e fermerëve, veç shpërblimit të veglës muzikore do të shijojë edhe përfitimet e dhomës së njëshit. Ndërkohë, deri në spektaklin e së premtes, të gjithë konkurrentët janë në një televotim për më të preferuarin e publikut. Por mbrëmja vjoi gjatë, emocionet të bukura ishin ato që dhuroi rrëfimi i Caseyt. Një situatë shumë e ndërlikuar, po një problem familjar. Fermerja tregoi edhe një herë lidhjen e saj të fortë me familjen. Një rikthim pas në fëmijëri përmes kutisë së kujtimeve, si dhe një surprizë nga ëma befasuan jo vetëm Caseyn, por përcollën edhe mesazhe të forta. Këto prekjet fizike që normalisht janë pak të tepërta. Sfidat janë në qendër të këtij formati, e përmes tyre u përcaktua edhe buxheti i ditëve në vijim për të 16 fermerët. 35% e buxhetit është shuma e cila do të vërë në sprov konkurrentët për të menaxhuar situatën e për të dalë deri të premten. 35%. Bravo, Luana! Diskutimet dinamike, eliminimet, historitë emocionuese, por edhe sfidat e panjohura nuk munguan në këtë mbrëmje të gjatë në moderimin e Luana Vjollcës. E teksa loja ka nisur, fermerët kanë përveshur mëngët jo vetëm për punët e fermës, por edhe për dinamikat të tjera që dalin gjatë lojës. Ndaj mos u mbisni asnjë moment të Ferma VIP 2 në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Zhaku Castro, faleminderit. Bravo!